Mirë më gjes nga këndi I gatimit. Mirë më gjes. Zonja Vjollca, Po. se unë I thasha Anvisave dhe ti nuk më dëgjove. Unë urova 7 marsin të gjitha mësueseve kudo që ndodhe në të gjithë Shqipërinë po anën banë botës. Por mësuesja ime më e dashur, çuditërisht, je ti për mua. Kështu që unë të uroj ty gëzuar 7 marsin me gjithë zemër dhe shpirt dhe do kisha dashur shumë që do kisha ditur të këndoja dhe të mësoja muzikë nga ti. Ska problem. Gëzuar. Mëson diçka tjetër. Besoj që ke disi nostalgji. Faleminderit, patjetër. Si s'pas kam nostalgji, është një jetë e tërë, një çerek shekulli që unë kam festuar direkt me nxënësit, jam dirë shumë mirë atje ku kam qenë dhe me që më jepet rasti uroj të gjithë armatën e mësuesve nga veriu në jug në mënyrë të veçantë arsimtarët e shkollës Avni Rustemi Kukës. Ati I ke kaluar ditët e tua të bukura sa mirë dhe atë I thash dhe Anvisave, Sonja Vjollca, ajo që na gatuan çdo ditë, që na jep receta të shijshme, të shpejta, është gjithashtu dhe mësuese, ka dhënë kontributin e saj, nuk është vetëm zonja që na jep shijen në gatim. Patjetër. Kështu që shumë mirë, sot e kemi disi dhe fest, edhe do gatuan tryeza si çdo ditë është plot e për plot, sallamat e vën nuk mungojnë. Kemi zemrën plot dhe tryezën plot. Sa mirë, sa bukur e ke thënë. Atëherë, për zemrën dhe tryezën tonë do gatuajmë sot? Do gatuajmë shnicëll me domate, do bëjmë edhe një sallat me patate, me bishtaja që ndodhe në treg dhe në frigorifer dhe të konservuara, por që është një sallat që mund të jetë dhe në stinën e dimrit, prezent në tavolinën tonë dhe në stinën e verës. E kuptova. Gjithmonë, do me thënë, nisim nga punat, ka do bëjmë parën shnicelin? Do filloj me mishin, se mishi do më tepër kohë, ndërkohë që punoj me mishin e do vendosim vetëm një patate të madhe, Anvisat që ka në shtëpi, një patate të madhe ose 2 patate mesatare për të zier. Dhe me sallatën do të merremi në fund. Fillimisht do fillojmë punën me mishin. Në këtë enë, vendosim patatet? Patatet unë I kam larë mirë nga jashtë, I vendosim, e mbushim dhe me pak ujë dhe I vëmë në zjarë të valojnë. Si që dini ju, koha që duhet për të zjerë patatet, mesatarisht është 20-25 minuta. Dhe ne, për të vëmë punën për para, e vendosim dhe lëmë që të zjerë. Tani do të punojmë me mishin, me shnicëllin. Për të përgatitur shnicëll na duhet pjesë bifteku, pjesë tulle, Anvisat mund të hapin nëpërmjet thikës dhe ta shtypin pak. Unë do të vë një dorez, hori. Si që bën gjithmonë kur ke të bësh me mish, përgjithsisht? Një dorez do vendos, për arsye se unë kam vendosur disa copa buke në ujë. Dhe ato buka duhet I shtrydh mirë. Edhe këto buka do të na duhen për shnicelin? Po, do ta mbushjet për shnicëll janë me djathë, janë të ndryshme. Po unë sot po sjell një nga recetat e ndryshme që ka të veçanta. Jo gjithmonë e kemi djathin prezent në shtëpi, djathin që shkrinë, se s'bëhet fjalë për djathë të bardhë, ajo sigurisht që është prezent. Atëherë, do të marrim një copë mishi sa pëllëmba e dorës. Okej. Ja e morëm. E morëm një copë mishi, po. E kemi rrahur copën e mishi. Shniceli nga emri, Zonja Vjollca, më vjen kështu si me origjinë gjermane. Po. Këtu kam vendosur bukë dhe I kam futur në pak ujë. Do t'i shtrydhim fort, do të më sjellësh dhe një tjetër. Patjetër. Kam zgjedhur bukën e bardhë, se mund të përdorim dhe bukën e zezë, por nuk bëhet fjalë vetëm për shije, por edhe për pak kolor. Do ta shtrydhim bukën fort, do t'ja heqim lëngun e saj, dhe ta vendosim në një tjetër. Pjesa e bukës duhet jetë e thatë, për arsye se, si që kemi thënë, mishi nxjerr lëngun e tij. Përsëri buka do të luajë një rol për të thithur lëngun e mishit. Pra, të japi edhe kontributin e saj në shije, kam përshtypjen. Patjetër. Kaq ishte. Okej. Ma iq këtë? E I dorezën? Dhe vazhdojmë nga puna. Si që thash, mishin sa pëllëmba e dorës. Hedh pak fare krip. Pak piper të zi. Marim pak tull buke. E vendosim
në copën e mishit. Dhe më pas do të marrë një fejt domate. Domaten do ta përdorim më vonë edhe për salcën që do të përgatisim. Tani filloj, kam edhe hudhra të njoma. Do marrë dhe presë ca unazë të holla fare me hudhra të njoma. Sigurisht në pjesën e bardhë të saj. Nëse jemi në stinën e dimrit dhe nuk kanë dalë hudhrat e njoma, do të vendosim hudhrat të thata të shtypura. Për aromë në ndonë. Sigurisht. Për aromë, po që japin një shije të veçantë. Tani mishin do ta mbledhim. E mblodhëm njerë, edhe njërë tjetër, edhe këtu. U bërëllon. Nuk u bërëllon, është pak pet, dhe ne do ta mbyllim me stikadent, ose me fije. Unë zgjodha këtë recet shumë të thjesht për arsye që t'i jap kohën visave të përgatiten ato që janë arsimtare për sot, e kanë bërë zgjidhjen, e kanë menduar që dje, por anvisat nesër kanë fest dhe të bëjnë diçka të shpejt. Besoj se u realizua shumë shpejt. Ndërkohë, në një tigan, pak vaj ulliri altis, si gjithmonë. Po, do të hedhim pak vaj ulliri altis. Dhe sa po të nxehet, jo të digjet. Po. Marë. Ja, ashtë. Do të vendosim copat e mishit. Copat e shnicëllit, se tani e kthyem nga copë mishi, e bërëm shnicëll. Vazhdoj me pjesën tjetër. Të njëjtën gjë, do të demonstrojmë edhe këtu. Do të marrim tullin e bukës, mos harroni, do të merrni bukë të bardhë, për arsye të asaj që theksova. Na e theksove një? Po, ndonjëra sapo ka hapur zonjë, sapo ka hapur televizionin. Dhe nuk e ka dëgjuar. Buka e bardhë vendoset për arsye që në pamje kur ne të presim shnicëllin, të ketë një dekor sa më të këndshëm. Vendosim unazat me hudhër. Pak krip. Piper të zi. Mund ta bëni këtë punë në fillim, mund ta bëni edhe në këtë moment, nuk ka ndonjë arsye të veçantë. Po, vendosja e piperit, se fundja shen do ta japi sido që të jetë. Është rëndësi ka që të me krip edhe me piper të bëhet edhe buka edhe hudhrat. Tani fillojmë përsëri, e palosim dhe e mbledhim. Me kujdes. Zonja Evoca, nuk do t'i vendosim në furrë? Mund të vendosen dhe në furrë, po unë do t'i bëjmë në tigan. Është e mjaftueshme. Po, mishi është aq i freskët, sa që me një të rrotulluar do të jetë gati. Do t'a lëm këtu sa të ndryshoj ngjyrë. Shikon si ndryshoj ngjyrori? Për njerë, do t'a ulim pak temperaturën. Nuk duhet temperatura shumë e lartë. E kuptoj. Për arsye që mos na zërkore dhe të na digjet. Vetëm sa të na kapet pak, për arsye se ne përsëri do t'i vendosim këto që të marrin një valë bashkë me
salsën me domate që do të bëjmë. E qartë. Ndërkohë, zonja Vjoca, ti është do në qetë, ndërkohë, unë propozoj të shohim pak recetën grafiki shpejt. Pa tjetër. Ti shohim pak të gjithë përbërësit e shnicelit dhe një herë, të gjithë të lutem. Avisat në shtëpi me sigurisht e ka të nevojshme të lexojnë sa për të memorizuar të gjithë përbërësit dhe kemi shnicel me domate, për cilën na u deshen 800 gram mish viçi tul buke të bardhë, 4 kokra domate, majdanoz, hudhër, një lugë supe miell, 2 kokra qep, dafin, ullim, krip dhe piper. Këto ishin përbërësit. Mund të merresh çik me krazimin aty. Largohuri. Edhe këto kanë bukurinë e tyre në gatim. Edhe kjo është pjesë e gatimit. Po bëjmë edhe një porcion të vogël. Schnitzel. Po. Ndërkohë, është rasti që unë t'i kujtoj tani anvistat në shtëpi se to mund të bëjnë gati telefonat e tyre, të na telefonojnë për të nisur me kuicin. Po. Për ditën e sotme. Çfarë kemi sot në kuic? Po, zonja Luca mu hap një. S'ka problem, nuk ka problem fare. Mos të digjesh. Jo, nuk digjem unë fare, më jep një pjatë dhe rregulloj unë. Urdhëro këtë. Kapi. Që. Sa unë ta mendoj ti e ke bërë. Nuk ka fare problem. Ashtë. Shumë mirë. Një sekund. Pa tjetër. Unë këtu kam dhe elastiqe që janë posaçërisht për këtë punë. Kështu që dash variantin më të lehtë se i bën një kapje të tillë. Kështu. Edhe ja. Edhe këtej. Mrekulli. Dhe tani ajo sigurisht që nuk hapet. Por Erdhi një formë të këndshme nga llastiqet. Ja. Këto llastiqet zonja Luca kemi përdorur mos gaboj të rostot. Bravo. Për vitin e ri. Ja, tjetrën po e kap me lastik. Janë të gatshme blije në supermarkete. Po. Ja, edhe këtej. Ndërkohë regjia të lutem mund ta shfaqim pak pyetjen e kuicit për ditën e sotme grafikisht. Se ndoshta anvisat nuk e mbajnë mend se cila është ajo pajisja dhe duhet ta shohin edhe një herë për cilën pajisje bëhet fjalë që të gjejnë edhe funksionin e saj. Ndërkohë edhe ne na ndjekin me shnicelin, edhe mendojnë për funksionin e pajisjes, se për çfarë shërben. Atëherë nuk do t'i lëmë më, pori. Mjafton, edhe një rrotulluar, po, 2 të parat mund t'i heqim, për arsye se do t'i vendosim përsëri që të na zjejnë me salsën. Pra, jo, prit një sekond. Largohu. Ondra. Do një pjatë? Okej. Pjata është bërë gati. Në rregull. Dhe nuk do t'i lëmë që të na marrin faqe të me ngjyrë. Mjafton kaq dhe gjithçka është këtu gati. Lëm pak këtë shnit 2 të fundit. Ja. Këto i lëm dhe pak. Dhe ndërkohë bëjmë gati domate në kubik. Që të fillojmë përgatisim salcën me cilën do të shoqërojmë shnicelin. Bravo. Po. Atëherë do të marrim 4 kokra domate, mund ta largosh këtë. Atëherë, mbaruam me këtë. Mbaruam. Se kjo ishte përmbushje. Dhe pikërisht në tiganin ku ne kemi kaurdisur, kur kemi vënë shnicelin të marrë një faqe, do të vendosim salcën e domates. E lëm dhe pak ato,
presim domate në kubik. Do më cilësh pak mikserin e qepës. Patjetër. Ndërkohë edhe pyetja e kuicit është gati, zonja Vilca, ashtu që ne mund ta shohim në ekran bashkë me anvisat për të patur një ide, ja tek shfaqet. Është po një pajisje të cilës duhet të gjejmë funksionin, për çfarë shërben, ajo pajisja jeshile. Po, ajo dishme. Po. Domatet i presim pak në copa të mëdha, jo shumë të vogla. I japim edhe pak faqe mishit. Po, edhe më pas i eqëm. Pas i eqëm bashkë. Jo, mos iq, duhem dhe pak. Ndërkohë bëjmë gati qepën. Po, dhe kemi një telefonuese në linjë. Alo? Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Është i kënaqësi që të kemi në studio dhe na thuaj tani se cila është përgjigjja jote për kuicin, për çfarë shërben kjo pajisje. Jam nga Elbasani. Po. Dhe mos është gjë prerëse për avogadon. Ta konfirmoj. E meriton të festa sot 7 marsi që përgjigja të jepi që në telefonatën e parë. E dashur të falenderojmë shumë, të shioft sa më shumë ajo dreka ose darka që do shiosh atje te Resort Teatr Kame, ndërkohë që sigurisht që do të lërë të dhënat e saj tek regjia. Sa mirë. Sa mirë, zonja Vilca. E meriton? Po. Me njëherë je kënaqur tani? Shumë e kënaqur jam. Mundësisht fitohet edhe kuici tjetër. Për të gjithë ata që drejtohen në Resort Kame, unë kënaqem. Jam kënaqur dhe vetë kur kam shkuar atje. Zonja Vilca e fika. Po, shumë mirë, s'ka problem. Tani, pikërisht në yndyrën ku ne ka urdisëm shnicëllin, do të hedhim 2 kokra qep. Dhe ky është momenti ku unë përgjithsisht preferoj të largohem nga tika. Ta urdisim qepën derisa të ndryshoj pak ngjyrë, si zakonisht. Po, këtë mund ta heq. Ndërkohë patatet po na zjejnë. Sa po qepat të ndryshojnë ngjyrë, ne do të hedhim këtu domate të prera në kubik, jo shumë të vogla, por ashtu siç i bëjmë për fërgesë. Do të përgatisim një salcë në pamje të dukshme në copat e domates, po, me gjethe dafine, me shumë pak miell, dhe sa po salca të jetë gjysmë e gatshme, jo të jetë fare komplet, ne do të vendosim copat e shnicëllit. Do t'i vëmë kapakun në një temperaturë të ullët, as mesatare, por shumë të ullët, që ato të zjejnë shumë avash. Pra, domati është gati. Do jetë shumë e shishme. Ajo hudhra brënda, edhe pse është brënda në mish, do t'a miksoj komplet salcën dhe të japi një aromë shumë të mirë. Bashkë me gjethen e dafinës dhe para se t'a largojmë, do të hedhim ullin të prera në unaz, ullin pa bërtham, ullin të zi dhe pak majdanos. Shumë mirë. Ndërkohë, zonja Vilca, ne kemi një tjetër telefonuese në linjë, në mos gabojmë, po telefonuese është, po kuici për çfarë është? Kështu që le të shohim një pyetjen e re të kuicit, se cila ja një tjetër pajisje jeshile, siç ishte edhe ajo më parë, që ka dhe kjo një funksion të saj specifik. Përdoret për diçka. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, mirë se erdhe. Urime për emisionin. Faleminderit. Na thuaj. Mos është për peshkun. Pajisja që shfaqet në ekran, ju mendoni se mund të jetë për kekun? Për peshkun. Për peshkun? Për peshkun? Zonja? Urdhra. Për peshkun, thatë? Po. Oke, regjia, për peshkun. është për...
Jo, kishte një gadim, nuk është për peshkun, më konfirmoj në kufje, edhe pse muzika e gabuar, përgjithsisht përgjigjes e sakt, po jo zonë me vikesh, nuk është kjo përgjigja e sakt, nuk është një pajisje që shërben për peshkun. Ndërkohë, Qepa ndryshoj pothuajse po, plotësisht. qepa ndryshoj plotësisht ngjyrë dhe filloi që të tretet. Tani do të hedhim copat e domates. Dhe shniceli është gati që po pret. Jo, s'është gati, s'ka përfunduar shniceli akoma. Si ti Ah, thënë? pa. Rolonit. Shnicel, po, është gjysë e gatshme. Nuk ka përfunduar akoma. Këtu tani, ke domatet, do të hedhim pak fare krip. Dhe pak më vonë, do të hedhim një lugë, më varet se sa gates do të bëjmë ne, sa gatim do të bëjmë, sa copash për sa persona, po, do të hedhim një lugë çaj, jo kafe, as gjelle, është një lugë e ndërmjetme. Një lugë të prerë, të tillë. Sa mirë bëre që e sqarove. Po, e sqaroj. Po ç'është kjo luga e ndërmjetme që më thua? Po, si luga e supës. Po, e sqaroj sepse nëse ne do ta kalojmë masën e miellit, atëherë nuk do të na dali ajo çfarë ne kërkojmë të realizojmë. Sidomos kur bëhet fjalë për të trashur apo për t'i dhënë një shije pak kremoze, një gatimi. Nëse do t'i hedhim shumë, atëherë me aq gjë na i prish gjellën. Shniceli tani pothuajse është gati. Ne na ka mbetur për t'i hedhur vetëm ullinjt të prera në unaza, që ndërkohë që ishin lajmet unë i përgatita. Dhe do të hedhim dhe pak majdanos. Majdanozin mund t'ja hidhim dhe përpara se Envica? Mund t'ja vendosnim brenda, po unë mendoj që ngjyra e majdanosit dhe shija më tepër është kështu kur e vendosim në fund. Dhe tani i japim vetëm një të trazuar të tillë dhe gjithçka është gati për tu servire. Shikon salca si kështë bërë? E trash, po. Nuk ja hodha komplet mielin, prandaj lash këtu t'ja u tregoj ambisave. Domethënë unë kisha nxjerrë mesatarisht një lugë supe, çaj, jo gjelle, dhe përsëri gjysmën e lash. E qartë. Mirë. Tani e servirim. Sa bukur. Schnitzel me domate. Po, me salcë domate. Një fet domate e kemi vendosur në brendësi, dhe pak domate ishte për salcën. Po. Një mrekulli e vërtet. Po. Ne kemi ulli këtu. Okej. Tani merremi me përgatitjen e sallatës. Sallatën e lash posaçërisht që t'ja u tregojmë anvisave. Zoja Envica, me që se do të merremi tani me përgatitjen e sallatës. T'ja lexoj një herë të gjithë përbërësit e recetës së dytë. Patjetër. Anvisave, sallat me mashurka. Kështu e mërtohet receta dhe për në vdeshën 250 gram mashurka, një kokër patate të madhe ose 2 kokra mesatare, 2 kokra qep të njoma, 2 lugë supe vaj, 1 lugë supe uthull, 3 thelbinj hudhra, 50 gram prosciutto, majdanoz, krip dhe piper. Shumë bukur. Të gjithë Tani përbërësit. patatet i zjem. Po, që i vendosim që në fillim. Për 25 minuta. I qëruam dhe i prem në kubik të mëdhenj. Po. Jo në kubik të vegjël. Grim këtu pak të bardhën e qepës. Kemi grirë, i prem në rrypa dhe i presim përsëri në formë kubike të vegjël dhe pak 50 gram prosciutto. Dhe këtu në një tas i bashkojmë përbërësit. Mashurkat, patatet dhe në një tas tjetër, po, këto i lëm për në fund. Në një tas tjetër, këtu, po, do të vendosim 2 thelpi hudhër. Do të shtypim. Po, do të shtypim.
do krijojmë një salcë për të marinuar sallatën. Shtypim hudhrën. Po, 2 thelpi hudhër. I largojmë këto. S'na duan më. Dhe këtu ku kemi shtypur hudhrën, do të hedhim pak krip. Te hudhra. Do të hedhim një lugë uthull. Edhe vaj. Do të hedhim 2 lugë vaj. Do t'i trazojmë. Dhe kjo na bëhet si një masë kremoze. Këtu do të hedhim dhe qepët. Ja dhe qepët. Ashtu. Dhe ja hedhim sallatës. Është salcë që përgatitet Për ta marinuar. për ta marinuar. Siç e pat, këtu përdorëm uthullën, jo limonin, ë? Më pas hedhim proshutën. Proshutën e HV. Proshutë të zier në avull. Hedhim majdanos. Dhe aroma që tani është shumë. Dhe aroma dhe sallata Janë gati. është gati. Mund t'i hedhim Pak sipas piper të zi. dëshirës dhe piper të zi. Mund t'ja hidhni dhe brenda në salcë, mund t'ja hidhni dhe nga jashtë. Gjithçka është gati për t'u servirur. Sallatë ftohtë, Po, e shpejtë dhe e shijshme. Sa mirë, zonja Vjota, se është mirë që të kemi gjithmonë shoqërimin e një sallate në vaktet tona. Fundja marrim edhe vlerë ushqyese. nuk është nevoja që sot ne të përdorim bukë, Duke qenë se kemi pataten. duke qenë se kemi pataten. Po. Është një sallatë jo vetëm e pashme, po dhe shumë e shijshme. Bo. Ashtu. Gati dhe sallata. Gati dhe shniceli. Po, Mua më shkon goja lëng zonja Vjolca, por përpara se unë t'i shijoj të dyja recetat, Po. i kthehemi dhe një herë të paktën shnicelit për bërësve t'i Patjetër. shohim me një herë grafikisht, dhe më pas pak edhe përgatitjes pas sallatën, besoj që anvisat e memorizuan dhe e kanë të qartë, duke qenë se procedura e disi ishte e thjeshtë. Për shnicelin me domate kishim 800 gram mish viçi tul buke, 4 kokra domate, majdanos, hudhër, një lugë supë miell, 2 kokra qep, dafin, ullin, krip dhe piper. Këto ishin të gjithë përbërësit për shnicelin, ndërkohë që ne e nisëm përgatitjen me mishin. me mishin, basi e kemi prerë në feta sa pëllomba e dorës, e shtypim mishin, mirë është që të zgjidhet pjesa e tulit, biftek apo nëse ju keni një pjesë mishin në shtëpi, zgjedhja është e juaja. Më pas do të vendosim tul buke të bardhë. E të kësaj të bardhë, për arsye që kur të pritet shnicelit, ajo të ketë ngjyrën E qartë. duhur. Do ta kriposim, do ta piperosim pjesën e mishit, do të vendosim një lugë gjelle, tul buke, mbasi e kemi shtrydhur fort, e kemi lagur dhe e kemi shtrydhur fort, e vendosim në jo komplet sipërfaqen e shnicelit, po vetëm në një vend. Aty do të vendosim pak hudhër, do të vendosim dhe një fetë domate. Do ta palosim dhe mund ta bëni lidhjen ose me fije, ose me llastiqe që janë posaçërisht për këtë punë, ose me stika dent. Po, me kunja të Po. Më pas do të vendosim në tigan pak vaj. Unë, si që pat, ishte zgjedhja ime ishte altis. Vendosa një qik vaj ulliri, i vendosa të njëjtin veprim që bëra me pjesën e parë të mishit, bëj dhe me pjesët e tjera. Vendos shnicelin dhe nuk e lë derisa të më zërkore. Vetëm sa po mishi të ndryshoj ngjyrën. E kthemi. E largoj, po, dhe më pas, po në të njëjtin tigan, në të njëjtën yndyrë, unë do të hedh 2 qep të grira shumë hollë, domaten të prerë në kubik me dorë, i ka urdis dhe kur ajo tjetë gati nga gjysma, mbasi të kaluar 5-6 minuta, do të hedh një majluge miell. Do ta ka urdis përsëri dhe do të hedh ujë të nxehtë që të filloj të zjej domatja. Edhe të mielli. shkrim për bërësit Po. një tjetër. Më pas do të vendos copat e shnicelit,
do t'i vë kapak në temperaturë shumë të ullët. Kështu do t'i lëni derisa ne të realizojmë atë salcën pak kremoze siç është realizuar aty. E kontrollojmë hera herës me kujdes. Patjetër, edhe pse temperatura është e ullët, gatimi gjithmonë do kontrollin e ti. Para se ta largoj tiganin nga zjarri, do të hedh ullinj, pa bërthama, pa të prera në unaza dhe majdanos. Po, në fund. Në fund. Unë provoj edhe salatën. Po. Edhe. Mund të provosh këtu tani. Prite për gjysëm Kështu. horizontalisht, po. Që t'i shohim pak edhe pjesën e brendshme. Pra brenda është buka, prandaj duke i buka duhej e bardhë. Edhe domatja në Edhe domatja dhe brenda janë sigurisht edhe përbërësit e tjerë. Edhe përbërësit e tjerë. Mund t'i vendosësh dhe majdanosë brenda sipas dëshirës. Por ne ja vendosëm jashtë, duke qenë se e ruan kështu edhe aromën, edhe ngjyrën jeshile dhe qëndron. Tani shija si është? Po pret reagimin tim, ndërkohë që të kam thënë zonë Vjosa Sare që më pëlqen fytyra ime, merr një pamje tjetër. Merr një buzëqeshje organike që i vjen direkte nga stomaku. Po. Jo e shishme, po shumë e shishme. Dhe veçantë në shijen e saj, unë kam ngrënë një shnicël zonja Vjosa, por ka qenë me një mbushje tjetër. Po, zakonisht shnicellat i kemi bërë të thatë dhe në restorante janë të thata. Po, është e vërtet. Po, edhe i servirin me patate të skuqura, me shumë garnitura të ndryshme. Sot, unë prura përpara jush një shnicëll ndryshe, më të veçantë dhe të shishëm. Mirë, të dyja recetat janë gati, edhe shniceli me domate, edhe salata e ftohtë me mashurka. Ne ju themi ju bëftë mirë, zonja Vjosa, të lumshin duar. Faleminderit. Faleminderit ty. Dhe do shemi nesër, nuk ke ku na shkon. Çdo ditë këtu do t'jesh me ne për recetat të tjera. Anvisa të dashur, ndahemi këtu në këndin e gatimit, ndërkohë ju mos u largoni, pasi vazhdojmë të jemi në Vila 24. Mirupafshim. Mirupafshim.